Presidenti i Kroacisë të premten shkoi për vizitë në Selinë e Shenjtë në Vatikan. Zoran Milanović bashkë me gruan e tij u pritën në audiencë nga Papa Leo XIV, ku siç thotë ndonë se nuk mund të tregojë shumë për këtë, u fol edhe për situatën në rajon. Madje në raport të Vatikanit dhe Republikës së Kosovës, krye kroati vendosin në pa që Selia e Shenjtë ende nuk e njeh pavarësinë e saj, duke potencuar lobimin e Zagrebit për mbetësinë e Republikës Kosovare. Milanović thotë se Vatikani është shumë konservator në çështjet e vendosjes së raporteve bilaterale, duke u kthyer në histori e përmendur se qysh mini shteti nuk e njohu as shtetin e pavarur kroat gjatë luftës së dytë botërore. Kosova nuk është në DH. Kosova është shtet që ne e njohëm dhe që për fat të keq nuk është njohur nga 5 shtete të tjera në Evropë, secili për arsyet e vet, gjë që tregon se shtetet janë egoiste dhe të orientuara drejt vetes. Kjo është në fakt gjendja normale e punëve. Ajo që është e rëndësishme është që ato të mos jenë të këqija dhe pushtuese dhe vështirë se mund të ndryshoj diçka. Dhe mua më vjen keq për këtë, sepse unë kudo që mundem, them që Kosova të njihet. I njohur për qëndrimet e tij të mprehta politike, sidomos ndaj atyre që luftojnë Kosovën e pavarur, presidenti Milanović foli edhe më. Kosova është shtet me gati të gjitha atributet e saj, me komponentën e saj etnike dhe kjo nuk do të ndryshoj. Dhe këtë unë nuk e bëj me qëllim që të zhgënjej serbët apo serbin, por kjo është thjesht realitet. Me njohje nga Siria që u kapitalizua të mërkurën në Riyadh të Arabisë Saudite, Kosova që shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008 tani ka 120 njohje.